Atëre goca, këto janë makarona që unë përgatita të dielën për ditëlindjen e djalit, se të rinë sot këto dua. Këtu kam edhe vaj në udhirit, kam shtuar qepën, një kokur qep, kam shtuar pancetën dhe të digani tjetër, po përgatisjam të njëjtin gjë, po jo me pancet me mish të grirë, se kishim një djalë që ishte musliman edhe nuk mund të hante disa gjëra që ne i engrëm. Tani po shtoj dhe panën. Dhe ati djalit ja kam bërë ushqimin më vete. Edhe mishin që i bëra në zgar, ja kam bërë të gjithë mish viçi. Kam shtuar panën dhe tek digani tjetër, si që shikoni, i trazoj mirë që të marrë në të shi, dhe këtu kam hedhur pesto di pistachio, kam shtuar dhe të digani tjetër, edhe tani i trazoj që gjitha bashk. Besa dhe lugën nuk përdora të njëjtën lugë, përdora të digani tjetër një lugë tjetër dhe këtu një lugë tjetër. E respektova në maksimum, themi. Atëre këtu po përgatis makarona, po jeth atë që kam përgatitur mishin e grirë me panë, me qepe dhe pistachio, tek tenxherja e vogël. Edhe tani shtoj edhe tjetrën tek tenxherja më e madhe ku ishte shumica. Mbasi ju do thoni, wow, sa shumë jam, por në të vërtet nuk mbeti asgjë. Se ata ja jengën të gjithë, të rinjt e sotshëm i dini vetë juve.